Para se të fillojmë me videon, do ju ftoja të abonoheshit në kanalin ton Thënie për Jetën dhe të klikoni si përziles për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit. Mjeku ma tregoi këtë sekret. Qepa është plot me vitamina dhe kuron këto sëmundje. Qepa është një nga perimet më të lashta në të gjithë historinë e njerëzimit. Përfitimet e saj janë në plot 3500 vite më parë. Për ekspertët, qepa është një ushqim i klasit të parë jo vetëm për përdorimet në kuzhinë. Qepa është një zgjidhje gjithashtu shumë e mirë kundër problemeve kronike. Bashkë me shegë dhe çajin e malit që cilësohen si super ushqime të shëndetshme, qepa renditet ndër ushqimet më superiore. Qepa ka aftësinë të parandalojë dhe është e dobishme në trajtimin e shumë sëmundjeve kronike, siç janë ato koronare, diabeti tipi 2 e të tjera. Qepa është e rëndësishme kundër sëmundjeve të shkaktuar nga ushqimi dhe mikrobet. Ekspertët thonë se përbërësit e qepës janë jashtëzakonisht të mirë në mbrojtjen e organizmit, në sistemin imun, në funksionin e shëndetshëm të hormoneve e të tjera. Qepa është e mirë për shëndetjen e zemrës. Qepa arrin të mbrojë zemrën shumë më mirë se sa produktet e tjera. Qepa ul kolesterolin, pengon forcimin e enëve të gjakut, i bën më elastike dhe mirëmban gjithashtu edhe tensionin tuaj të gjakut. Qepa është e mirë për diabetikët. Për fat të mirë, qepa ka aftësinë të ulë ndjeshëm nivelin e sheqerit, duke u bërë aleat i organizmit në betejën kundër diabetit tipi 2 dhe mbipeshës. Sigurisht që qepa nuk mjafton që ju të keni peshën më të mirë trupore, por ju vjen në ndihmë nëse konsumohet së paku një në ditë. Fali qepës, zbehet dëmi i yndyrnave dhe sheqernave, ndaj duke ngrënë qepë, ju do të mirëmbani nivelin e sheqerit në gjak dhe peshën trupore. Ekspertët kanë rekomanduar një zëri se njeriu duhet të konsumojë patjetër një qep në ditë. Sipas tyre, qepa e freskët përmban shumë substanca të rëndësishme mbrojtëse për shëndetin tuaj. Megjithatë, ata thonë se qepa duhet të jetë pjesë e pandare e gatimeve tuaja për të ndikuar pozitivisht kështu edhe në rritjen e imunitetit dhe parandalimin e komplikacioneve kundër radikaleve të lira. Përfshirja e qepës në dietën tuaj është një mundësi e shkëlqyer e zhvillimit kundër radikaleve të lira dhe efekteve të tyre në organizëm. Përfshirja e qepës në dietën e përgjithshme mund të jetë një mundësi e shkëlqyer për të rritur performancën e trupit dhe për të parandaluar një sër komplikacionesh. Qepa është e pasur me oligoelementë si sulfuri, potasiumi, magnezi, gjithashtu kalciumi, fosfori dhe vitamina të ndryshme. Enzimat aktive të qepës janë aleatet më të mira mbrojtëse në parandalimin e këtyre problemeve. Qepa përmban element diuretik, purifikues dhe tonifikues për aparatin tretës. Normalizon florën intestinale dhe pengon rritjen e substancave toksike që ndikojnë në shfaqjen e problemeve të zorrës së trashë. Lëngu i qepës është gjithashtu një produkt shumë i mirë për dietën tuaj, i përfshirë me mjaltin në një kombinim të mirë, është një lehtësues i problemeve të rrugëve të frymëmarrjes. Ju mundeni gjithashtu të bëni gargar me lëngun e qepës në rast se keni dhimbje të fytit. Qepa përmban sulfur, ky fundi nxit prodhimin e kolagjenit dhe stimulon rritjen e flokut dhe pastron edhe fytyrën nga aknet, duke i siguruar fytyrës suaj një mbrojtje më të mirë efektive dhe sigurimi i një elementi ushqyes më të mirë për të. Sigurohuni të përfshini qepën në dietën tuaj duke marrë edhe vlerat më të mira të substancave ndërtuese. Është e rëndësishme gjithashtu edhe për sistemin kardiovaskular. Substancat e sqyfurit parandalojnë trashjen e gjakut dhe formimin e trombëve. Gjithashtu në këtë video do të ofrojmë disa nga përdorimet e qepës sipas brejtësat që mund të sjellin shumë përfitime. Ju lehtëson dhimbjet e veshit. Në një leckë të pastër vendosni pak qep. Mbajeni gjatë gjithë natës në këtë pozicion dhe në brendësi të veshit efektet antiinflamatore të saj do të sigurojnë një lehtësim më të mirë të mundshëm kundër këtyre shqetësimeve. Ajo lehtëson djegjet e shkaktuara në kuzhinë dhe nga rrezet e diellit. Qepa do të lehtësojë djegjet e lehta në çast dhe do të përshpejtojë shërimin e lëkurës suaj. Ajo zbeh shenjat e plagëve. Nëse ju ndodh një djegje e lehtë, sidomos nga tava në sobë, mund të jetë gjithashtu aplikimi i qepës si një zgjidhje mjaft e mirë në këto raste. Konsumi i qepës ndikon pozitivisht në organizmin tuaj duke ju mbrojtur kundër virozave të stinës. Qepët përmbajnë në squfur mineral i cili ka veti antimpikse. Këto përbërës ndihmojnë në parandalimin e grumbullimit të trombociteve të gjakut, shkaku kryesor i atakut në zemër. Konsumi i rregullt i qepës gjithashtu ul kolesterolin e keq, gjë që është e rëndësishme edhe për shëndetin e zemrës suaj. Qepa për një lëkurë të bukur dhe me shkëlqim. Aplikimi i lëngut të qepës në lëkurë do ta bëjë lëkurën tuaj më të shëndetshme
edhe du të parandaloj irritimet e saj që mund të lindin gjithashtu nga puçrat dhe nga akne të ndryshme në sipërfaqet e saj. Qepa është një zgjidhje shumë e mirë në uljen e temperaturës. Kjo metodë duket si një shpikje, por gjyshet tona në fakt e përdornin atë. Përpara se të vishni çorape, vendosni disa feta qepa të prerë në shputën e këmbës suaj. Kështu do të lehtësoni edhe shqetësimet që lidhen kryesisht edhe me temperaturën trupore. Qepa lehtëson edhe lëkurën e pickuar kryesisht nga glerza dhe insektet e tjera dhe duhet jetë me patjetër e përfshirë në dietën tuaj. Janë të njohura thëniet popullore se ngrënia e qepës bëhet më fuqishme për shëndetin tuaj dhe do të ofrojë gjithashtu një sër efektesh më të mira ushqyese. Qepa është një zgjidhje shumë e mirë për të gjitha vlerat e trupit dhe parandalimin e komplikacioneve. Ilaçet natyrale janë shumë të mira kur bëhet fjala edhe në zgjidhjen e problemeve shëndetësore. Nuk keni nevojë që të shkoni tek mjeku për çdo shqetësim të vogël, por mund ta zgjidhni atë në mënyrë natyrale në kushte shtëpie. Në këtë video do të rendisim disa nga përfitimet unike të qepës dhe lëngut të saj nëse e zgjidhni ta keni pjesë të recetave tuaja të përditshme. Sigurohuni që qepën ta zgjidhni në pjesën tuaj ditore, duke ndikuar kështu edhe në lehtësimin e problemeve të kollës. Prej qepës mund të krijoni një shurup efektiv për kollën. Nëse keni kollë, atë zjeni një qep, pini dhe lëngun e saj. Kështu do të lehtësoni shqetësimet. Qepa është e mirë në lehtësimin e uljes së temperaturës dhe të etheve. Kjo metodë është shumë e mirë për ata persona që kanë ethe dhe temperaturë të lartë. Mund të lehtësojnë shqetësimet e tyre. Një mënyrë është të prisni një qep në feta dhe më pas ta vendosni atë në shputën e këmbës suaj. Kështu do të ulni temperaturën e lartë dhe do të siguroni një lehtësim më të mirë të imunitetit tuaj. Qepa është e mirë gjithashtu edhe kundër problemeve të ftohjes dhe të gripit. Qepët mbajnë erë dhe ju bëjnë të lotoni kur i prisni, por kjo bime mahnitshme lehtëson problemet në mënyrë natyrale. Qepët janë të mira gjithashtu kur ju thumbon bleta, duke aplikuar në vendin e shqetësuar, qepa mund të sjellë edhe lehtësime më të mira në normalizimin e këtyre problemeve. Qepa ndikon në rritjen e rezistencës së trupit. Qepa ul dhe normalizon tensionin e gjakut. Specialistët pohojnë se qepa forcon zemrën dhe gjithashtu është një ndihmës shumë e mirë për të, dhe lëngu i saj lufton bakteriet që prodhohen në trup. Qepa është e dobishme ndaj anemisë. Ajo gjithashtu largon parazitët që ndodhen në zorë dhe përmirëson jashtëqitjen. Nxjerr jashtë të trupit substancat e dëmshme, pakson lodhjen e trurit, normalizon rrahjet e zemrës dhe parandalon problemet e prostatës, ndalon kollën dhe problemet bronkiale. Është e dobishme kundër krizave të astmës dhe shqetësimeve të tjera të frymëmarrjes. Sigurohuni që qepën ta keni pjesë të recetave tuaja të përditshme dhe do të keni ndikime pozitive në mbrojtje të organizmit. Qepa ndikon gjithashtu edhe në efikasitetin e sistemit urinar në prostate të tjera. Studime të shumta kanë vënë re se qepa është e nevojshme për njerëzit që vuajnë nga diabeti, pasi ul ndjeshëm edhe përqindjen e glukozës në gjak, dhe sigurohuni që qepën ta keni pjesë të recetave tuaja. Spitali Anderson Hospital në Timor Institute kanë arritur të veçojnë se qepa, një substancë e quajtur propulsfuid në veprim të jashtëzakonshëm është i mirë kundër radikaleve të lira, po kështu shkolla e mjekësisë dhe stomatologjisë së Harvardit në SBA ka zbuluar se duke shtuar një substancë qepe mbi qelizat e dëmshme të marra nga goja do të lehtësoni problemin e radikaleve të lira. Cilësia e mrekullueshme e qepës i ka vënë në dukje doktor profesor Victor Greenwich, i cili zbuloi për herë të parë për komunitetin shkencor ndërkombëtar se qepa ishte aftë të kompensonte dëmet që sillte në gjak një ushqim i yndyrshëm. Kjo u vërtetua nga Universiteti Amerikan George Washington i Bostonit, duke shtuar se substancat e qepës nuk lejojnë krijimin e gjak të mpiksjeve të formave të trupave të vegjël, të cilët do të bllokojnë arteriet duke shkaktuar kështu edhe probleme të shëndetit kardiovaskular. Përfshirja e qepës në dietën tuaj përmban element ushqyes në ndikimin pozitiv të vlerave të saj. Vëmendje. Ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zhvendësojnë në këshillat e mjekut tuaj ose ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë në të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake ndër veprimet ose dhe efektet e tyre negative në shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndani dhe atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë tu.